Voskopoja është të kthyer në destinacionin turistik më të pëlqyer të Juglindjes. Vite më parë, fshati kishte një numër të reduktuar akomodimesh, ndërsa sot ka më shumë se 800 vende akomoduese. Voskopojarët që ishin larguar para shumë vitesh në emigracion kanë filluar të rikthehen dhe kanë ndërtuar hotelet dhe bujtinat e tyre. Panajot Falo, pas 30 vitesh, rikthehet në vendlindjen e tij, duke ndërtuar së bashku me bashkëshorte një hotel në qendër të fshatit turistik. Fëmijët tim nuk deshin, domethënë që unë të kthehesh, apo unë e dinja shumë mirë për Voskopojën, se Voskopoja nuk ishte me Voskopoja viteve 90. Filloi turizmi, kishte domethënë shumë pluse. Unë e njeh mirë domethënë turizmin, se çdo të thot ajo fjalë. Edhe u ktheva në shtëpinë time. Filluam bëm një bujtinë, restorant, dhoma. Florian Fidani rënjët i ka në fshatin Krushov. Pasi ka jetuar e punuar në kompani të ndryshme në Boston të Shteteve të Bashkuara, ka vendosur të investojë në Voskopoj, aty ku siç thot, çdo vit ka kaluar pushimet verore. Unë jam rritur deri në vitet 90 këtu. Në kuptimin, jo jam rritur që kam jetuar këtu, po siç ka qenë koha atëherë që baballarët 3 muajt e baharit na dëgdisin fshat ke gjyshi. Mund ta them ish arsye domethënëse, por në krahun tjetër detyrimisht është bërë dhe një plan biznesi përpara se të bënim një investim këtu. Kemi investiguar, kemi, si thua, hetuar zonën, kemi parë si funksionon, çfarë duhet, çfarë s'duhet, çfarë hecën, çfarë nuk hecën, si duhet të veprosh dhe arritëm në një përfundim që ja vlen. Gjatë këtyre 10 viteve të fundit, Voskopoja ka ndryshuar shumë për shkak edhe të investimeve në infrastrukturën rrugore.